Dashurmi, si jeni mo? Sot jeni më mirë se dje besoj, a? Qa bëhet? Gjoni dhe qyri. Mos u demoralizoni. Të janë përpjekje koti që bëjnë këto patronazhistat. Jo po na prishin turizmin, e jo kështu, e jo ashtu dhe vajzë e nejë, e kupton? Merrni me këtë punë fare, nëse çani kaptinën. Gjoni Lari. Gjoni, këto i ka dhënë urdhër ai, si i thot balluku, ai palloshi gjatë. Si peshesh. I ka dhënë urdhër palloshi gjatë. Palloshi gjatë i ka dhënë urdhër gjithë tyne që deri me datë 6 metra du protesta, kupton? Edhe këto tash po bëjnë përpjekje më të madhe për ta depresë. Ajo ishte tentativa e fuqishme që ishte dje, po nuk ja dolën. Nuk ja dolën se dështuan. Si racika se gocë u morën atë gocën, kupton se për një thirrje ishte. Për një thirrje, se parlamoi 2 herë ai me megafon. Edhe thirrja tjetër, edhe do t'i kishin marrë ato kasaphan. Do t'i kishin marrë, kupton, edhe shkojnë gjukatë se shkel ligji. Po mirë, si ka mundësi? Dashurmi, si ka mundësi që domethënë nga Casa Italia, që hyn në restoran. E deri ke hipoteka nuk u shkelte ligji dhe aty pikërisht aty u shkelte ligji, mund mes rrugës në ora 2:20, ëh? Si ka mundësi? Pse i lan? Kush i çoi? Pse i lan? Dhe ç'a thon këto, ja fusin njëri tjetrit to. To këtu se ka keq kuptime, kupton? Ajo ishte një strategji shumë e bukur për t'ja fut. Po Zoti është i madh. Zoti te ul ato. Po turret. A më kuptoni? Si. Kameramani. Nga do që të shkoj una, këtë kamerë, që të këtë prapë. Nese. Edhe dështun. Tani, qoni edhe hajde protestoni se cili për vetë në vetë, nga një histori personale, më kuptot, edhe se cili për vete, Zoti për të gjithë. Kjo është parimi, se cili për vete, Zoti për të gjithë. Po protestoj se cili për vete dhe Zoti për të gjithë, Zoti pastaj të mbron. Kuptot? Si mbrojtje të mbron. Shkun atje si dele, dhe në qa kuptova unë do shkoshin tje ka mbi kalimi atë, kaq. Po programi ishte që të fuqin a ne, kupto? Të fuqin a ne, ti arrestoshin, ti dhunoshin, kupto? Kjo ishte gjithë strategjia, sepse e dishin këta sigurimsat e vjetër shtetit, e dishin që e kishin bë planin. Po Zoti i prish planin. Më vjen keq, patronazhista, po Zoti është më i madh se gjithë universi. Më vjen keq. Ju mund merrni me të madhin e me këtë me atë, po me të mëdhtë e toksor, po. Këto janë kohë, to shkojnë halje. Këto të mëdhtë e tokës, po shkojnë halje, do për shembull gjysmë ore të ajroset banjo se nuk shkohet. Se nga që hanë gjona kështu, nga që kanë ta fëma, pinë malli, marrin peshk, marrin mish, marrin fruta, marrin, kupton, e bëhet një konklamerat aty që pu. Kaq, domethënë më i madh i këtyre shkon banjo, sa më i madh tjetë, aq më keq është kur shkojnë banjo, kupton? Sa më i vogël je, aq më pak erë vje. Kurse i madhi për shembull, do qel pare, të myt. Hajde, shive filluj tash, dal ka dal, shi, dal ka dal.
Rinia të shkull dhomët, gjenerata, to imagjino ti gjenerata, çfarë? GNG, edhe Alfa. Se unë jam gjenerat shumë varit të nejë. Unë jam gjenerata para millennium. Qa gjenerat është? është gjenerat shumë futja kotë. Kurse këto gjenerat e tjera ty në mesër. To së pranojnë fare, as qujnë fare për asë gjë. To kujtojnë se që me to generatat e epokës akullnajave, ta shi du të mi bo skema këty në generatës Z edhe generatës Alfa. To du t'i bëj skem këty në, këto? To tarallakat. Epoka akullnajave. Edhe do shtajnë vetë. Ja, filloj u nisë. Erdi lumi. Edhe ju gjeni nga shtëpia. Çoni, hajde. Dashëmi, du t'i themi gjë. E kam me diasporën një. Diaspora jeni si shpirt. Po si më va, na keni më shtet me intuit më va. A kupton se kjo është pun energjie dashëmi. Po si më pa i shkruajt njeriu, më e kapin vet filmin ato. Protestojnë, e din vet. Domethënë, çdo shqiptari e di vet për çfarë do protestoj. Pa u marrë vesh me njëri fare. S'ka nevojë të merret vesh me njëri. Thjesht çdo njeri e di vet. Edhe diaspora se po i meshin ato i pyçin me çin komunikonin kështu këpërsi me teori konspirative. Edhe çdo njeri e di vet, del vet. Edhe ju përshëndes, unë jam si zhurmë. Edhe ju falenderojmë që na mbështesni. Edhe sa më shumë dilni ju atje, aq më shumë energji na jep nek me. Kupton? Se këto do bëjnë pekën e funit, do bëj çdo gjë. Do bëj çdo gjë për ta ndalu këtë gjë, kupton? Janë kështu, janë ashtu, kupton? Tashi ka filluar me armiku brendshëm. Deri tash ishte armiku jashtëm. Deri tash ishte armiku jashtëm, faktori jashtëm, agenti, ky, ai, kundër zbulimi. Tani sot shkoj ke armiku brendshëm që i do të keqen Shqipërisë edhe turizmit. Do shiku degradoj. Pastaj se nesër s'tu në protest, do dalim me nesër, pastaj të shqipi gallat, kur të hyj gjithë partisaj. Se kështu e boni dhe shoku e mber. I hyj shokëve, t'ja shkur i dhomë të gjithë atyne. Prandaj që edhe nesër do t'jemi, domethënë sikur nodhi çfarë mundi, do bëhet tarmetet, nodhi në forcë madhore që nodhi në fakresi natyrore, prap do të ndal nesër. Dhe pas nesër do të hyj partisë këtu pastaj. Datë 6 metë, 7 metë, me datë 6, se ka që kanë ultimatumin do. Me datë 6 metë du të me umi protesta. Po nuk ja dolën, normalisht do t'ja dalin, me datë 17, kur të kërcasi pastaj ka partia, i futën shokëve këto komunistat. Fillojnë e gjenë pastaj armikun, tashi do me jetë ke shoqëria, se gjeti mo ke shoqëria armikun, sepse me datë 6 metë është të meltumi, me datë 7 metë pastaj do filloj, do t'i gri ato që ka rrumullak aty, do t'i shkalafisi fare. Ja majni me fjallën mia. Se kështu funksionon, e di si funksionojnë këta. Erdhen. Lumi, është atje lumi, të prit. është këtë diga atje dhe vetëm kur të vërshoj. Zoti, zot, që na gjeti me këta, që na gjeti me shumë. Gjoni këtu. Në qoftë se kod partisë ka qenë për shembull për ndjekje politike, domethënë nëse u ngritshëm me politikën, ishte shkelje ligji e kështu, edhe tu vete gjithë shoqëria marr. Çfarë ishin këto komunistat? Edhe nuk boshe pikë në ajrit më. Kur kishe probleme politike. Kurse tani, kur ke probleme politike, po jo se këto
të arrestojnë o vepër penale, kjo kështu. Nuk është e kriminalizuar me pas probleme politike. Po këto të përndjekin financiarisht. Domethënë unë jam për shembull i përndjekur ekonomik. Po është më keq se sa ti jesh i përndjekur politik. Se do me fillu ti punë më shumë shkojnë patronazhistët, sa e morin vesh. Do për shembull ti me kret filan biznes, ose do me filan ortak. Kur fillojnë i kapin gjithë fisin aty. Ortakut. Fillojnë baba, ai që ka dyqonin, baba. Me një shpejtësi rekord të hik petlla. Me një shpejtësi rekord merren vesh më ba. Edhe të prishin gjithë punët. Kjo quhet përndjekja ekonomike. Jo se ne jemi të zot. Jo se ne jemi të zot me punu. Po neve kemi ushtrin e shëftonëve më të mëdhenj. Ne kemi të ndjekur përndjekje ekonomike. Domethënë ka ushtri shëjtoni, për shembull forca speciale, kështu. Ne që jena me probleme përndjekje ekonomike, ne kena forca speciale. Ku do që shkosh, më? Ore ti prishin gjithë planet, tak, që të lejnë pa bukë. Kupton? Edhe shpresojnë që kur të lejnë pa bukë, ti bësh një gabim, edhe të fusi brenda pastaj. Ose do të bëjnë poshtojnë pastaj. Poshtrojnë si janë poshtruar shumica. Që futen në ty në parti, pranojnë të bëhen patronazhista, japin betimin edhe vazhdojnë. To janë më të këqij se sa ato që janë genetik. Se këto kanë edhe arsye financiare, kupton? Edhe shumë probleme. Erdhi. Si veç. Mashallah, hajde ju jetë e Shqipërisë, hajde një se javë gjova zërin. Hajde një dashuria ndoma. Një rujtë zote. Si të ishme a fut mëron të patronazhistat, ha qap plerash. Me kalamajt. I ngrin kur të kalamajve, a di çdo më thonë ajo. Më di sa gjesti i shpifur është me ngret kurth. Përdorën policinë, përdorën to se policia është puna turmës po. Si puna kalamajve. I përdorën ato çap, ja shtrun me vojë me uthull. Që të fuqin në nga si. Ua. Mashallah. Hajde. Sa është ora? Ua, po të dhe gjysma. është bish fare të dhe gjysma. E shifëtin. To tashi do përzejnë gjithë turistat. Se kështu thonë këta. Rini pa buk ju, se do përzejnë turizmin. Kapito? Hajde. Kanë kongë. Hitin e verës. E ndora do një kongë të. Mashallah mirë. Gjitha ajo zhurmë, me gjitha propagandë që ka ndodhur, me gjitha i presion që ka ndodhur individ mas individi, që sa ka ndalë apo. Çfarë do është? Kjo është, domethënë, kjo është funi i që ta kuptoni, është fundi, domethënë këto njerëz to janë për herë këtu. 5 muaj, 10 muaj, 15 vjet. Nuk ka kush i ndal ato. Se që bo një logarit mirë. Se kom kombinu kapelen me shapën shumë. Dhe ka pa. Dhe të këmen pare dhe. Pa dhe me shifra. Ku i dalë shumë e kombinim. I dalë me kombinim qmena. E i dirë ma o legenë, thonë ato. Pritë të popë të po vjenë. Wow.
Kapim në event të tribunë. Që të transmetojmë në shumë gjëllë. Bëjmë një gjë live. Super. Shikojmë me kapele tran. Ky është eksponent shumë i keq. Edhe 1 milion subscriber, atë do dalim me Kush milion? Kush është milion? 1 milion subscriber. Ju do të janë, do të shkojë milion subscriber, do të dalë me video. YouTube. Jo. Ja, ja shkoj këtu. Po dalë me ty. Ja, doli. Ule me çik, ha. Bëni subscriber aty, po patëm milion, do të transmetoj protestë. Do ta shohim më sa. Erdhi lumi. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, jepe dorëqen. Ramambur Berisambur. 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 Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Sa miza ka? Ka udh ky komandanti, ka udh shumë miza. Berisambur, Ramambur Berisambur. I ku të voga i kopshti që ka aty. Berisambur, Ramambur Berisambur, Ramambur. Dua me himni. Bravo! Bravo! Edhe një të qënë, Ramambur Berisambur, Ramambur Berisambur, Ramambur Berisambur, Ramambur Berisambur, Ramambur Berisambur. Përshëndetje shqiptar, përshëndetje shqipe.
Faleminderit që keni ardhur sot këtu në ditën e 16. Jemi në ditën e 16 të rezistencës. Bota e ka marrë vesh çfarë është Shqipëria. Bota e ka marrë vesh se sa të fortë dhe sa detar janë shqiptarët. Ne jemi këtu për t'i thënë gjithë establishmentit, duke filluar nga ky kryeministri këtu, e deri te drejtuesit e opozitës, është koha të jepni dorëheqjen. Dorëheqje! 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 Me zemër të gjithë shqiptarët janë këtu, brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Por çudia më e madhe që vjen nga ky shesh është që me zemër janë të gjitha forcat nëpër botë që po e shohin Shqipërinë si një luftë për të drejtën e njerëzve ndaj planeve okurzeza të zhvillimit. Dhe ne jemi këtu për t'i thënë, mua më pëlqen shumë kjo shprehje. Boll është boll, është boll. Enough is enough. Enough is enough. Në njerëz të zakonshëm. Ka njerëz që e shohin mbrapa ekranit dhe thonë bisedat dhe fjalimet tona nuk janë aq të kuruara siç do të ishin në një event apo në një shfaqje. Po bukuria e këtij sheshi është pikërisht te fakti që çdo qytetar ka dëshirë të vi këtu e të flasë, e për çfarë të flasë, për hallet që i ka bërë ky shtet e ky pushtet shqiptarëve. Ndaj ne me radhë do t'i lëmë të flasin të gjithë, duke sqaruar që nga i vogli hall e deri te ai madhi hall, që ky establishment po e jep, nuk po e fal, nuk po e shet, po e fal Shqipërinë. Dhe kjo nuk do të lejohet më. Ky shesh po i tregon vendin të gjithëve, pushtetarëve, oligarkëve, kriminalëve. Ne kemi thyer frikën pikërisht në këtë shtet. Boll është boll, boll është boll, boll është boll, boll është boll. Rahmetli Berisha Gül, Rahmetli Berisha Gül, Rahmetli Berisha Gül, Rahmetli Berisha Gül, Rahmetli Berisha Gül. Si që keni pa ose në rrjetet sociale shumë mendojnë që jena përqa, shumë thojnë po tentojnë ma e kap, nuk jemi të përqa, ka pat keq kuptime, ka tentativa, por nuk jemi me akuzu dhe me armishu me askan. Armiku i vetëm shok i përbashkët është e ati ama dhe qenëri ati. Prandaj që të kuptojmë, marshimi ka qenë i organizuar nga grupe të rish, si quhet Gjenerata Z, po unë do thoja gjenerata më e bukur e shekullit 21. Duke qenë që marshimi nuk ka pat të bëhe fare me grupin nismatar, as me organizatorët, nga sonte do jem unë në balë të marshimit bashkë me studentët. Por studentët do jenë pararoja e këtij marshimi me një pankartë të gjatë, sepse studentët kanë një betejë të pambaruar në 2018 dhe tani kemi shumë beteja që i kemi bërë bashkë derisa ky të ike dhe kjo qeveri të shparet një herë për gjithmonë. Që të qaksohemi me gjithë shqiptarët. Ne kemi thënë çdo natë që kjo është protesta model. Ne kemi thënë çdo natë që zemra e kësaj proteste është rinia dhe brigata shqiptare. Atëherë si mund të ndalojmë ne brigata që të vijë me aeroplana? A e kuptoni që aeroporti është nia kryesore e jetës që na ka ndru imazhin e Shqipërisë, nga aty vinë shkojnë shqipet që jetojnë jashtë dheut. Prandaj tjetë qartë për të gjithë
asnjëherë nuk do ketë tentativë për në aeroport, sepse aeroporti është edhe veni ku turistë nga gjithë bota vinë dhe në bashkohen këtu me ne në protest. Mos harroni që jeta ime lidhet drejt për drejt me turizmin. Nuk kam as dyqane me qira, nuk kam as biznes, as shtëpia. Po jetoj me një shtëpi me qira, unë personalisht, dhe jeta ime është e lidhur me turizmin. Prandaj nuk do ketë dhunë deri në fund, derisa të shporim këtë klasë politike. E kemi thënë që kjo është revolta më e bukur popullore, revolucioni më i bukur, dhe këtij revolucioni do shkojmë deri në fund bashkë me ju. E tani, ju e dini që shumë nga kërcënimet shpeshherë që na vijnë privatisht janë dora e Edi Ramës përmes dorës së Saliut. Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Atëherë si e pat ai hiti versi, janë po disa hite tani, po si e pat. Ramapur Berisha Burg! Ramapur Berisha Burg! Ramapur Berisha Burg! Atëherë ftoj pranjush një studente e cila ka lënë një tetej në mes me këtë palë qeveri, sot ajo është urbaniste. Artenisa. Përshëndetje Tirana. Atëherë, e gjitha nisi si një kaos që na preku gjithve, siç ishte ajo marrja zvarë djalit, ashtu siç ishte Zvërneci, siç është Zvërneci, që është një zonë mbrojtur dhe këta jo që si respektojnë, po i degradojnë dhe kanë degeneruar të gjithë Shqipërinë me këto pseudo ndërtimet e tyre dhe investimet e tyre strategjike. Ajo që unë dua të them është që çdo gjë tani ka marrë fund. Kam qenë studente kur jam ngritur te kjo ngritje e studentëve dhe u përpoqën ta përçajnë, por këtë herë jo. Jo, sepse ne jemi shumë të vendosur përse ç'a dua. Dhe unë sot në fakt në mënyrë shumë të veçantë dua t'ju rikujtoj kauzat tona, gjithse cili nga ne këtu ka kauzën e vet që na ka bashkuar dhe do të shkojmë deri në fund. Dhe një falënderim shumë të veçantë dua ta bëj për femrat, për gjitha gratë, vajzat, motra që kemi këtu, për nënat me fëmijët e vegjël që jeni jeta e këtij revolucioni, ju jeni energjia jon. Ju lutem mos u dorëzoni. Ne do të shkojmë në fund kësaj që kemi nisur. Shqipëria është e jon, Shqipëria është e shqiptarëve dhe kjo gjë ka marrë fund. Këtu vendosim ne. Dhe ne nuk dorëzohemi pa u dhënë dorëheqja dhe pa i shkuar në fund të gjithë kësaj gjëje. Këtu vendosim ne. 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 Ju lutem çdo ditë dhe më shumë, ky është vetëm fillimi. Ne nuk heqim dorë nga Shqipëria, derisa kemi një Shqipëri të re, një qeveri të re popullore dhe çdo gjë të jetë në vendim të popullit, sepse është e gjitha jona. Edi Rama tha Shqipëria nuk është e shqiptarëve. Po kujt është Shqipëria? Bravo, ju dua, nesër më shumë dhe çdo ditë më shumë. Ramapur Berisha Burg, Ramapur Berisha Burg, Ramapur Berisha Burg. Faleminderit. Dorëheqje, 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 dorëheqje. Le t'i përgjigjemi një nga një hipotezave që ka hedhur ose le të themi teorive konspirative që ka hedhur kryeministri sot. Do adresojmë problemet sot. Po si do adresosh problemet, mor zotni, kur ti i ke krijuar vetë këto probleme? Ligjet i ke shkruar vetë me dorë, i ke aprovuar në ato parlamentin me komandë dhe thua do adresojmë problemet. Kryeministri i Shqipërisë po na thot po prishim imazhin e Shqipërisë. A mund të më thoni
Si po e prishim ne imazhin e Shqipërisë, me turistët që po shtohen, me këtë revolucion i cili po i tregon gjithë botës që ne tokën tonë e mbrojmë vetë, tokën tonë e mbrojmë vetë, tokën tonë e mbrojmë vetë. Kryeministri foli për një revolucion imagjinar. A ka njeri ta besoj këtë, që ky revolucion që ka imagjinar, po ata shqiptar që vinë nga emigracioni prap imagjinar janë, po ata që e përkrajnë Shqipërinë në këtë lëvizje imagjinar janë, imagjinar është vetëm pushteti i tij, është koha të bësh një hap mbrapa, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe. Ne do vazhdojmë me njerëzit e zakonshëm. Bisedat e tyre janë të sinqerta, të gjitha kanë rëndësi të dëgjohen nga ne. Shqipëri e re, Shqipëri e re, e mrekullueshme, e jashtëzakonshme. Për herë të parë, janë harruti. Për herë të parë gjithë shqiptarët, çdo set të globit, janë bashkë. Nuk kena akoma me humbë, sepse asnjëri prej nesh nuk ka më një shans dytë me kohë fitoren e parë, fitoren që tande meritojnë. Kjo është fitoria e qytetarisë, e një populli që është i treguar tan botës se si mundet një protestë drejt fitores me kthy një festë të madhe. E jashtëzakonshme dhe ne do krijojmë një fjalë shumë më të mirë se kjo. Sepse nuk mund të përshkruhet gjendja e secili prej nesh. Po zbarkojnë mijëra qindra shqiptarë, e ne bashkojmë drejt tyne. Kjo është vetëm mundësi, ku për herë të parë e gjithë bota ka mundësi me pas ftyrën e vërtet shqiptarëve, dhe nuk është ftyra që këto pushtetarë për 35 viteve kanë dashur mi tregu botës. Na kanë thënë shqiptarët janë kështu, janë ashtu, nuk bëhen dy bashkë. Jo, kjo është ftyra shqiptarëve. Kjo që starton këtu e vazhdon në orë të vona. Ftyra Shqipërisë së re, për gjithë ne, tanë bashkë. Për çdo shqiptar i cili është largu për një jetë më të mirë, për me ndihmu familjarët e tij këtu, për ka lënë zemrën e tij në këtë rrajë, dhe vazhdojnë me tregu që është i dejtë me kënë, një pika striotit, edhe për të neshe së utë. Se historia jonë është për te tyre. Se gjaku i shqiptarëve është për te tyre. Vesh i gjatë fume. Me qenë se përmend me pak lojën e shahut mbrapa, dhe për gjithë ata që e din lojën, e luajnë, do t'ju kujtoj diçka. Është fusha, gurt e zi dhe gurt e bardhë. Por ka ndryshu, po, fusha aty, por ka ndryshu diçka. Deri dje, shqiptarë kanë kënë spektator, tribun, e shifshin bardhë të zi të lujtë bashkë. Por jo, sot, fusha është e që vendos rregullat, dhe fusha është këtu, i gjithë populli shqiptar. Për Shqipërinë e re. Shqipëri e re, Shqipëri e re. Zotëria që do të kryet ashti vjen është një ish punëtor nga Minerat e Valiasit. Dëgjoni më. Përshëndetje rini, ju përshëndes të gjithëve. Më bëhet zemra e madhe që shikoj gjithë të kallaballur këtu, si asnjëherë për 35 vjet që unë kam dalë në për protesta. Kam dalë në protesta si ish minator, unë kanë shino, kam 35 vjet të jam çvarrisur në të shesh. Këtu, dhe ju bëj një thirrje në 90-ën, ne, kur bërëm protestat, na erdhën prindrit tanë, na mbështetën, dhe sonde nga Kipodiun, nga kjo pjesëmarrje ju bëj thirrje prindrit e të gjithë këtyre të rinjve, të vinë t'ju bashkohen të mime, mos në të vinë ketëm. Rama
Berisha bur! Rama bur, Berisha bur! Rama bur, Berisha bur! Shullumqarët e politikës 35 vjeçare duhet të marrin vendin që ju meriton. Nuk duhet të rinë matje. Të gjajti kushqil ju thëtë zotëri, ata janë të lajqira e kombit tonë. Janë njerëzit më të ndirë që na kanë qeveri. Na kanë vjedhur dhe po na vjedhin, sepse dhe pulqën e Qajupit po na e marin, e kanë marrë me Shqipja e një gjithë Shqipërin, prandaj ne jemi të bashkuar. Dhe nuk do të lëm Shqipërin ta bëjnë copa, si që bëjnë zullumqarët tanë që të vjeçar. Faleminderit, nesër më shumë, 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 nesër më shumë. Really? Ata më shtë gjë. Mirë së qeda qilme, u të nga rjomi më një bojës. Frigën e kena largu në rëllur, kalena në qëto, e pravu i qokë shumë lëdhen, pa Shqipëria ashtë e shqiptarve, e jo të atarve. Por, ta shi 3 milenat e Enverit, e Saliberis, e Tedirat, para që njëta në përshpia, du të me shku nese mu përësit në Bërtega, me në futë burg. Unë të një në vazë nga një jashtetit. Si nuk e qete, nuk e bëne ditë burg. Shqipëri më bëjnë burg partit. Shqipëria meriton një gjatë tjetër, se në Europian qiftë në vëtën, të ashtë 26 do me në shumë burg, par burg shkajnë 3 milenat, jo 23. Toga rëllorve, ashtë rëllorve, e nuk është e bashki burgs. Rama bur, Berisha bur! Rama bur, Berisha bur! Rama bur, Berisha bur! Rama bur, Berisha bur! Dhe s'jo pritë sot i morjone tjetër. Përshëndetje të gjitha, të nderuar qytetar, kolegë, student dhe përfaqësues të medias. Sot nuk kemi ardhur këtu për të lexuar statistika, por për të bërë një ballafaqim. Kemi ardhur të përballim propagandën e zyrave të shtrenjta me realitetin e vështirë të rrugëve tona. Sa herë që ne ngrem zërin, kjo qeveri na drejton pyetje të qëllimshme për të na sfogluar kauzën tonë. Le t'u japim sot përgjigjet që ata meritojnë. Pyetja e parë që kemi dëgjuar nëpër intervistat e tyre, pse protestoni? Kjo është thjesht një lëvizje për klikime dhe audiencë digjitale. Përgjigja jon nga ky shesh është e prerë. Ky investim i dignitetit tonë në rrugë nuk është për klikime. Kjo është revolta organike e një populli që është thyer kontrata shoqërore. Nuk jemi këtu për ekranet tuaja. Jemi këtu sepse durimi ynë ka degraduar në nënshtrim total. Ata na pyesin, pse ankoheni për zvërnecin dhe mjedisje kur ne po sjellim investor strategjik? Përgjigja është fare e thjeshtë. Për cilat elita egzotike po projektohet ky betonizim i cili shkatron natyrën tonë. Ndërkohë që qytetari i thjesht përballet me minimumin jetik. Apo mbrojtja e ekosistemit dhe dinjitetit njerëzor nuk hyn fare në kalkulimet e investorëve strategjik. Dhe ja ku vjen tallja më e madhe e kryeministrit që guxon dhe na pyet pse protestoni dhe prishni imazhin e turistë. Përgjigja jon nga ky shesh është një klik mbijetese. Zoti kryeminist, dhe ti na flet për turizëm,
Ne po humbim rinin, po na zbrasin shtëpitë e po na shkatrohet mjedisi. Ndërsa ti shqetësohesh për hotelet e klientëve të tu? Ky nuk është turizëm, ky është pastrimi i fasadës, birnojat e jetës tonë. Me ekranet tona na pyesin çdo ditë, a nuk po i bëjmë ne shëndetësim falas dhe Shqipërinë Europiane? E janë edhe shikoni Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! E janë dhe shikoni përgjigjen e dyert e spitaleve. Statistikat tuaja të suksesit imagjinar përplasin me shifrat alarmante të tekshmërisë. Dhe arrestën e shëndetit mendor, flitet për integrim, por a shuhet ky integrim kur pensionistët tanë, pasi kontribuan një jetë, sot duhet zgjedhin midis bukës së gojës dhe medikamenteve bazë? Ky është realiteti juaj. Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! Dhe pyetja që na them më shumë si student. Pse ikni? Pse nuk ndërtoni të ardhmë këtu ku kemi hapur vende pune? Sot po ua japim përgjigjen hapur, sepse i keni kthyer universitetet në korporata ku ne paguajmë thjesht biletën e mërkitit. Ju na pyetni pse ikim, sepse një student përballet me paradoksin absurd. Ditën mbron tezën e diplomës dhe natën mbron bijetesën në punë të pasigurta, thjesht për të paguar gjërat tuaja absurde. Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! Ju na pyetni pse zbraken auditorët, sepse nepotizmi juaj ka zvendësuar meritën. Emigrimi i rinisë nuk është më një lëvizje demografike, është një dëbim i dhimbshëm strukturor. Asnjë çift i ri nuk projekton dot të ardhmen këtu pa u shqytur në Borçe ose pa pasur një mik në pushtetin tuaj. Rama Burg Berisha Burg! Të nderuar qeveritarë, ju e keni bërë pyetjen tuaj. Ky është realiteti ynë. Këto fjalë që po them sot nuk janë thjesht të mia. Ky fjalim nuk më takon mua. Ky fjalim u takon të gjithë shqiptarëve që nuk munden apo nuk guxojnë të flasin. Ky fjalim i takon familjes time, prindërve të mi dhe çdo prindi në Shqipëri që sakrifikon gjithçka për fëmijët e tij. Kur institucionet dështojnë, rruga mbetet hapësira e vetme e demokracisë direkte. Ky nuk është një spektakël televiziv për argëtimin tuaj. Ne nuk do të rrihemi derisa llogaridhënia pjetëlisht dhe digniteti njerëzor jetë prioriteti absolut. Ju faleminderit. Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg! Rama Burg Berisha Burg!